E këtu arrin populli që edhe fjalët i ketë të mençura më pas. Dhe çfarë themi ne pastaj? Të ikim nga kjo botë me këmbë me dur. Pra kërkojmë shëndet. Kërkojmë mirëqenie në shëndetin tonë. E kuptojmë që gjëja më e mirë në këtë jetë është të kesh shëndet, të jesh mirë. Ndërkohë ne si besimtar shtojmë edhe diçka tjetër. Allahu na marr të shpirtin me iman. Pastaj inshallah ikim me këmbë e me dur. Dhe të gjitha këto shohim që janë të rrënjosura në botë kuptimin e popullit që jemi kalimtar. Por pikërisht kjo, jeta dhe vdekja, të jetosh dhe të vdesësh, dallon dy filozofi shumë thelbësore se si e jetojnë njerëzit më pas jetën. Pse? Sepse është pikërisht një grup që e beson Allahun dhe takimin me të, që thot ka vdekje, prandaj dua ta jetoj jetën me kujdes, që mos të i dhuroj Allahun xhaleshanuhu, sepse do të dalë para tij dhe do të jap llogari, dhe ka një pjesë tjetër njerëzish që e bëjnë filozofinë e tyre këtë çështje dhe thonë ka vdekje, një herë do jetojmë, prandaj ta jetojmë me të gjitha kënaqësitë kësaj bote. Ta shijojmë jetën në maksimum, pa parë haram apo halal. Dhe si do ta citonte Kurani famëlart këtë fakt, la yastawi ashabun nari wa ashabul janna, ashabul jannati humul faizun. Nuk janë të barabartë banorët e xhenetit me banorët e zjarrit e xhehenemit, banorët e xhenetit janë fitimtarët. Po ku përcaktohet, ku jemi vënë në provë neve për të qenë në xhenet apo në xhehenem? Jemi vendosur në këtë dynja. Walladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ka kriju jetën dhe vdekjen që ju e njerëz e dini që do të vdisni për t'ju sprovuar se kush do t'i bëj punët e mira më mirë.